Në çfarë kushtesh të rënda lindin në atë kohë nënat tona në Malsi, në Biesh, ku nuk kishte spitale, ku nuk kishte doktor, derisa shkonte doktorit, merrte vesh mamia, fëmia ishte bërë për me hec. E i kanë pas bën shtëpi. I kanë pas, po përsi i kanë pas bërë, kanë pas lidh litare. O, ishim litare në ne falë të zotit fëmijën. E Falë të zotit fëmijën, zotit falë të zotit fëmijën, po sot me zërë duhet me doktor, e do bagujt lek të dunjas. S'ka pas doktorët heri, po ishin vetë. Po pritë se këtë s'ma ke tregu më duket këtë të rao. Lidh atë litarin të ra. Po ashtu e kanë pas të herë, në uma ishim litartë, se nuk kishte mundësi, se ropt ishin jashtë kretën punë. Gjithmonë kam inqizuar historitë e shqiptarëve të Turqisë dhe shqiptarëve, familjeve shqiptare, kudo që kam rastisur. Para disa kohësh kam shfaq edhe jetën time, por dua të marr një seri nga jeta e nënës time. Dua të marr atë histori jete që për pjesën më të madhe të shqiptarëve sot, mbase edhe është e panjohur. Është e panjohur për ato shqiptarë të cilët në vitet e komunizmit kanë jetuar në male, në malsi dhe në zona të thella të maleve, por edhe për një pjesë të madhe të banorëve të Shqipërisë që kanë banuar në qytet, ato çka do shikojmë, do dëgjojmë dhe do të mësojmë sot dhe në disa ingjizime të ndryshme, me të vërtetë thona jo nuk ka mundësi. Gruaja shqiptare gjithmonë ka vuajtur, jeta ka qenë mëse e vështirë, sidomos në fshatrat të thellë, në zona malore dhe në malsi, vitet 1960-1970 kanë qenë aq të vështira sa nuk përshkruhen. Por pjesa më e madhe e njerëzve i kanë harruar sot dhe ajo që bëjmë ne është së parit na vi turp ka prindërit tanë, së parit i hedhim shqelmin atyre, të ikim, të shikojmë jetën tonë dhe mbas edhe në telefon mos t'i marrim më kur. Sot jam me mamin tim. Me zore bona që të fol, i thash po më fol, po më trego, po si ta tregoj jo jetën time, po është turp me tregoj jetën time, po si ta dëgjoj njerëzit jetën time. Po nuk është turp se nuk po vjedh, nuk po shpif, nuk po bën diçka të keqe, është një jetë që duhet të bëhet mësim për të gjithë ne, për të gjithë ne. A je mirë e nanë? Mirë. A të bona me zorë me fol? Çfarë me bën, duhet me i tregu pra. Me i tregu se sot njeri libër nuk lexon. Sot shtëpiat nuk janë të mëdha si kanë qenë dikur dhe njerëzit nuk folin më me tregu historitë ose jetat e vjetra, se sot ka dalë televizori, ka dalë interneti, siç e keti në dorë, të luajt Candy Crush gjithë ditën. Pa fut ke historia e jetës nënës time, që është martu në moshë të re 15 vjeçe dhe ka kaluar vështirësi aq të mëdha saqë me të vërtetë ne na duhen sikur po shohim një film, se ti jetosh në male kur nuk ke asnjë WC që të dalësh, kur nuk ke as rroba që të veshësh, pra ka qenë jeta e përgjithshme e Malsisë sepse ka qenë fukarallik, biles edhe sot po shkosh në Malsi në Krujës, nuk ke rrugë që të shkosh, edhe gomat e makinës bëhet cop-cop. Por dua të cilësoj një çështje shumë kryesore, lindja e fëmijëve. Në çfarë kushtesh të rënda lindin në atë kohë nënat tona në Malsi, në Biesh, ku nuk kishte spitale, ku nuk kishte doktor, derisa shkonte doktorit, merrte vesh mamia, fëmia ishte bërë për me hec. Duhe marrë si fillim vetëm lindjen e fëmijës si ka bëna ndaja, që ma ke kallëzu shumë herët histori. Ti ke lind ku? Nuk kam lind në Zallner. Zallneri është sot atje ku është Buvilla, që është e pika turistike që vinë, këtu nuk është Vica, po është Buvilla. Dikur Zallneri ishte një vend banim që banonin disa fise. Atë kujtohet sa shtëpia ka pas në Zallner, kur ki qenë fëmijë. Pra se deri në moshë 15 vjeç atje ke qenë. Ka pas 5 shtëpia. Komplet. Gjithë Zallneri, ku është Buvilla sot? Zallneri kanë qenë 5 shtëpia. Kush kanë qenë ato? Kanë qenë i kina pason më të kohës Hësajt. Ka qenë Hysajt. Hësajt i thonë malok, malsort. Haslusht i kina pason 2. Haslusht, po, edhe sot e kanë emrin Lushi. Canajt, edhe sot e kanë emrin Canaj. Po, edhe në Ramaj, Demzenet e Ramajt, pra kanë qenë këto familje. Kanë qenë bile. Edhe një plak. Si ka pas emrin plaka? Salije. Po Salije ka pas fëmijë? Ka qenë pa fëmijë, jo, binë cëdhi. Ka qenë binë cëdhi e ka qenë pa fëmijë ato. Më ke kallëcu, mështetu, meri ka mësi, meri rehaci do me betë në shpi, të s'na shanë njëri dhe po la shanë s'ka gjoj bona të fala.
Nëndaja, pra nëndaja Lulja, më ke pas kallëzu që ka pasnim një fëmijë në arë, të punu në arë. A ka qenë në zallëner sipër, apo ka pasar këtu poshtë në pas fuqar? Jo, kur është unë më ka pasan nana, se unë jam e funit pare. Më ka pasan nana, se këta kanë qenë në shtëpi e madhe. Po. Ka qenë hem gjaja. Si quhet gjaja, se ka pasemin? Në gjypi. Në gjypademi, e kina pa të kurë, që të shtë janë këthyra, ma. Po. Në Zënela Demi 2 vllazën kanë qenë ta, pa motër pa gjama. Në kanë qenë martu, e kina qenë me 2 barqe. Me 2 barqe, si me 2 barqe? 2 barqe ka pas baba im. Ka pas 2 gra? 2 gra. 2 a 3? Me 2 palë fëmi. Po 2 gra vej. Po 2 gra, 3 gra ka pas komplet? A i ka pas 3 gra, po 2 gra ka pas... O si hajgru? 2 gra i ka pas me fëmi, kurse njëna nuk ka pas fëmi. Pra, flasim për vitit 1950, sot të gjykojmë, të paragjykojmë është ndryshe, po ka qenë koha, pra si që dim, 12 ka ik Turku, deri në 24, 25, pra që ka marru lufta e 2 botërore, jo luftë balkanike, jo luftë e parë botërore, jo luftë e 2 botërore, jo këtu, jo aty, njerëzit ka qenë halat cop-cop. Në gjaja. Në gjaja, dhe ka qenë i martu. Me sa gra? Një ka pasë 2. Një i pat vdek. Po, ajo që vdek e martohet, për s'dytë është ndryshe. Nuk e matë kohë. Si më ka pasan nona, po unë jam e funit, nuk më atin për më thoshe nona. Ato qatë bërë nona? Po, mos futëm shumë për historinë e gjyshit edhe të përbamje familjare, se kanë qenë familja madhe, familje e njofme, që kanë qenë respektu nga gjithë, kanë qenë udhëheqëse, drejtuese për zonën e vetë e këtej. Qatë ka tregu nana, nëndaja, për lindjen e fëmijës? Nëndaja për lindjen e fëmijës ishte shtëpi e madhe, ishte anëviz shtëpije, kurse tjerat ishin punë jashtë. Kjo i kishte pas lind një fëmijë. Rëpë kishin qenë mara që të miftu pënu. E në merë fëmijën, sa i linde, la e ka ditë e fort në djeptën e ve masarke. Si që kanë qenë arkat atëherët ku vinë të turpë, mësë ka shofin burrat. Kesh më shpi mren apo në arë? Shpi mren. Më shpi mren? Më shpi mren. Po mësë ta shofin burrat se tjerit ishin më punë. Po të shte, kure ka lind fëmin, a të regon të nëndaja ka pas njëri afër në doktor me infirmire? Jo, doktor atëherë nuk ka pas. Atëherë mershin vetëm... Zallëner ka lind, atje ko është buvilla soj? Buville. Buville të soqme, po? Unë zallëner kam lesë, kam pas letë here. Po. Tonë kom qenë e funit. I cali fëmi ka qenë hy, ka qenë fëmija i para, i dyta, i tretja? Nuk e di se ka qenë Pashamir, Shabani, Hidi ka qenë e 4. E 4 fëmi. E 4 fëmi që ka lind? Po. E ka lind në shpi, ja? Në shpi, ka lind gjithë. Kretë në shpi ka lind fëmi? 4, 5, 6 fëmi që ka lind në shpi. Pa doktor? S'ka pa doktor atëhere. As mamija? Jo. Atëhere as doktor as... Po si bo ishin gratë Lindjan atëhere se avdish këtë gërë sot? Veshin i tarë më tra, se s'ka pas tavane. Po shpijet atëhere nuk kanë qenë me tavane, ka qenë me tra, me terrasa? E i kanë pas bon shpi. Po përsi i kanë pas bojë, kanë pas varë, kanë pas lidh litare? O, ishim litare në ne fatë të zotë i fëminë. Farë të zotë fëminë, zotë i varë të zotë fëminë, për sotë në mezërën të lind me doktor, e të bagujt lek të dunjas. S'ka pas doktor atëherë, i bojshin vedë. Po pritë se këtë s'ma ke tregu më duket këtë tërau. Lidh atë litarin tërau? Po ashtu e kanë pas atëherë, në uma ishim litartë, se nuk kishte mundësi, se rëpt ishin jashtë kretën punë. Ishte vetëm. Edhe nëndaja vetëm e kishë letë pa e një muas njëri? Vetëm në herë për herën të se unë nuk e kom pyet kretë për tjerit. Se i boshin me konata, me njëna, me tjetin, gratë me shëshoqet. Po, i një mojshen. Po, në bondet e ka bon fëmin, e ka la, e ka li dhe ka fut në djep pa di gjanë të rupë. Se ka marrë nga shasjeni që ka lind fëmin? E ka fut, ka shtru bukën sofrën, ka ardhë vakti drekës, edhe ka në rrëp me hongër bukë. Ku ka shtru bukën, nuk ka bon shërbimin kretë. Kur ka zëmë fëmija të qaqë, më rëdhë masarë, ka i ka thënë gjaj.
Se kanë qenë ato arka të mvoja që kanë pas përdorur atë kohë me fut, jorgana, djastiket, rrobat e gjona që s'ka pas dollap. Atëherë i dojshin me arka. E një thot gjaj, që të bojë që ashtu? Jo s'ka gjë, qaj ka dhe ma. Për jo. Grehet të shëp gjaj, djepin mas arka. Me bet vogël, me fëmijë. Ka qenë me djep atëherë. Po atëherë ka thonë, pëse nuk dole me na thirë më pëngjere? Që shtë bo bukën, thotë, të dvishitaj që bukë të ishit la. Pa një thorë të cishtë, nese, shpet të të lene bukën në hikët i më dhonë, më shafë, me të ndrej. E di për qa vite që kemi fjallën, se nona ime ka linë 1946, a i ka qenë fëmija 4. I 4, ma që ka bot 5, ka bo në hajrin tjetër, ka bo unë jam më fundit, me rëmën. Atëherë ke mund të qenë rrët viteve 1920 më mërmenja. Nuk e di. Se nuk u mundu se ka pas 3-4 fëmijë para mamit tim, a i fëmija i 4, do të thot atëherë që mase... Ka qenë para hajrit bile. Teza hajria kur ka pasin që Teza hajria nuk e ditë në qërta dhe ka pasin, po me një asaj, masa nej nuk shkun me registruaj. Ti e kurën është tonë. A vëdisha i fëmi? Vëdisha e fëmi, ca vëdisha i vjeqa 2 vjeç nuk e di. Mbas asaj ka një djallë pasaj? Mbas nej ka një hajrin tjetër. Hajrin tjetër, mas hajris tjetër kush është? Mas hajris tjetër jam unë. Ha, atëherë në 26 në ajo, po të shkojmë 2 vite 24, pra në vitet 1921-22 e kemi fjallën për në zallëner. Pra e ka lind ashtu, ka lidh atë rrypin të ra, është majtën të që të nëzirë kur i dhënë klithmat ato dhimjet e të rrupit, edhe ka lind fëmin vetë-vetije që të nëzirë. Vetë i kanë pas lind vetëm njëna me tjetrën, një me shëshojqë, se nuk ka pas dhe tërë atëhere. Atëhere marë në Tiranë, 2 dyqanë ishin të mdhej, kështu si kishin ata gallarë të mdhej, e nësë kishtë dyqane. As Tiranë, as spitale, as e gjanë. S'kina pas spitale. Nej për mirë privat, kështu si ishte mëso vetë. Po, në ke pas rëgu dhe histori tjetër, kush e ka pasin një fëmijë nartë të punu në tokë? Me shetë, të punu me shetë, nga shetë? Ja, ile, në më ta... Dikush tjetër më duke? S'kujtohet, se si kujtohet tani, se si kam regjistru se e më të rego. Nuk kujtohet. Ile ishin hijet të pëmësët të në shkëshin të pënuar, po, ile ishin me djepa, me gjana. Fëmijë, mes arës, atje majet malit, ku punojshin atje në bërë në përpyll, në bërë bunikë. Dhe shkon të të pënonte, s'kishtë të kushtja majtë e fëmijën, e merë të fëmijën më kraha me gjithë djepë, lejnë të mbjetë pëmë, kur të ishin pushimet, ja ku që anë të fëmijë e jepte. Me pi, ose pas në qullë me i dhënë me harë? Po, ashtë të jepshin. Si ma po marë në i gjarë me shukat fëmijë? Pas kishte. Po, se s'kishtë i gjarë, s'ka pas gjarë me në marë? Po, ma gjatë nuk e di. Po, nuk ka pas grenza, nuk ka pas bumala, nuk ka pas... Po, nuk kishte se ishin pyje, ishin gjanat ata hikshin për pyje të ne, nuk ishin për shpijet e për arat tona. Po gjarë një grenza shka. Pra, du të shfaqë sa kushtet vështira dhe të antinjerëzore ka pas në malet tona shqiptare, pra flasim për vitin 1920, ku janë bo lindjet gratë, lindë që nuk ishte mamia, nuk ishte doktor në zonat e larta, dhe ishin të detyru që atë ditë që të lindin fëmijë, biles të ngrenin edhe të punonin qoftë edhe në are, qoftë edhe në shtëpia. Pra, kur shikojmë për një kohë ka që nga një 20 tani pra 80 vjeçare, dhe shikojmë kushtet që kemi sot, ne sot shahemi. Themi na mungon kjo, nuk na pëlqen ky doktor, nuk na pëlqen ai spital, kemi këto mangësi, erdhi doktori vonë, bëni këto, nuk bëri ato, por duhet të rrëfejmë këtë histori të vjetër. Ato që kanë lind nga malet e Mirditës, nga malet e Pukës, nga malet e Krujës, malet e Tiranës, pra nga malësit e të gjithë zonave, patjetër që të gjithë ato nëna, pra që janë nga mosha e nënës time edhe përpara, i kanë përjetu këto vështirësi që ne sot na duken brava, që ne sot na duken histori. Pra doja të shfaq një histori të parë, doja të merrja sidomos lindjen e fëmijës. Pastaj me radhë në mënyrë të shkurtër që dua të marr disa momente jete, pra çfarë jete kanë jetuar gratë, sidomos gratë në malësi, në çfarë kushtesh ato kanë jetuar, në çfarë kushtesh kanë jetuar në shtëpi të mëdha ku kanë jetuar shumë veta, pra shumë kunata në një shtëpi. Vajzat janë martu të reja, biles dikur kanë qenë bo edhe ato martesa që zije i fëmija në bark, po të goca jote, po që goza ta marrë për djalin, po që djalin ta bëjmë për gocën, këte andej.
Edhe nuk dije se më ka martohej se çfarë i binte qor apo i binte topall, i binte i vjetër apo i binte i ri, i binte një njeri i prap, një njeri antinjerëzor. Biles janë jetu edhe ato jetë nëpër male, që gratë jo vetëm që janë rraf, jo vetëm që janë lënë pa bukë, por edhe janë lidhë me hegrat e qenit, ku me hegrat e qenit është zgjidh qeni dhe është lidh gruaja. Pse? Sepse gruaja flet, sepse gruaja ka gojë. Po i shkreti se them kurizi. Gruaja mos foli, çfarë është gruaja shërbetare? Pra do të cek disa histori të ndryshme sidomos për jetën në mal, duke filluar që nga viti 1962-3 kur është martuar mama ime, e deri në vitet 1980-1990. Biles në shumë raste, është edhe, do të citoj edhe këtë histori, inshallah më tregoj edhe amen, se shumë gjëra i harron, se për deri në vitet e vonshme, biles deri në vitet 1990, edhe në malësitë e Tiranës, edhe në zonat që nuk janë shumë malësi të larta, janë marrë edhe lek për femrat që janë martuar. Qoda si të shkojshe, kërkonte daja, kërkonte axha, janë martuar me krip, pra që të martohej gruaja, i kërkojshin edhe krip babës gruas, pra do të mësjellësh kaq krip, do të mësjellësh kaq oriz, do të mësjellësh kaq tenxhere grosh, etj. Po ato të shohim. Sot doja vetëm cekja temën e lindjes së fëmijës. Në çfarë kushte të rënda lindin gratë në malësi dhe tjetrën gjykojeni vetë, dhe sot ju e njerëz që i keni në nënat e vjetra, sot ju e njerëz që i keni në gjyshit e vjetra, futni shelbin sa të mundi. Se jeni të majmë nga 4 anët, ato rrifni, ato shtrëngoni fytin, ato leni pa harë, mos i çoni në doktor, bonin të 99.000 zezat. Bonja. Sepse ne nuk kemi vujt çfarë kanë vujt këto. Ne i kemi të gjithë mirat, edhe ne mërzitëm sot biles, edhe unë mërzitëm sot bëj llogari, nuk kam dhe llogaria mujore, mungo kjo, mungo ajo, du këtë, du ato dhe mërzitëm. Dhe pikërisht du të bëj dhe të shfaq të histori që mas e marrim pak mësime dhe thirrim atij shpirtit njerëzor që i thena hajde të kthehemi pak njerëse, jeta është e shkurtër, jemi momentalisht që po flasim dhe fryma mos na ik masi sekonde. Sot gratë qahen, nuk knaqen. Sot gratë nuk i duan të vjetrit. Ha? Po nuk i duan të vjetrit, se kur vinë e gjejnë derën çel prit vjetrit, po të vjetrin nuk e duan. A nuk e duan? Ja. Se i boru muj është, ka rrullë dhe ke dora. Dikur kina pasar pri malit, pri malësie, kam, me mona i diçka se 2 dyqane ishin Tiranë, nuk kishte kam, e dëshkoshim prapë në darkë malë, se nuk i njifshim si janë rrugët, kurse sejt janë bon rrugët, janë sejt vi makina dhe shpi, thot u lodha në makinë. Unë për vete makinë sot, tham lodhe makina nuk kom si merë. Po mima të ke drejtë si e të bëjt vjeqe, të bëjt sa vjeqe, po... Kurse atëhere, i kina pak bujt kretë. Do të shohim tash, duke filluar që nga aja deri në jetën e grave në malësi, në çfarë kushtesh kanë jetuar ato, edhe si janë trajtu pjesa më e madhe e ferave. Shqyr prej Zotit, unë i them gjithmonë, them me veten time dhe i them dhe Zotit qof shafal, edhe në nëstime, megjithëse ka vujt shumë, ka pas dhe ajo vujtit e veta se nuk i ka qesh asnjëherë fati, po të paktën papa im ka pas një gjë të mirë. I shkof shpirti parajset jo është, ai kur nuk ka pas vudor. As kene si fëmijë nuk ka vudor, nuk e di se e ka shpullën baba im, as te nona ime nuk ka vudor. Pra nuk ka qenë njeri që ka pas vudor, por pjesa më e madhe e grave atje janë rrafmeltar. Janë rrafmeltar. Do të hynë dhe i fëmijë në derë, do të grejnë të gruja më kam, sa në të sire. Mos më grejtë në kam, hande të ajarë, se nuk respektove. E në mës tjepsh shej se u grejnë të prite e bile. Do të respektoj që një fëmijë me të hynë derë, kush me tar, gjitha. I ktheve fjallë hajshë të jam, i ktheve fjallë nësë? Fjallë nuk e ditë maja. Nuk kishte drejt gruja me folë. As mi minutë. Do të shohim një programin tjetër këto, pra sot isha vetëm tek lindja e fëmisë.